Shumë nxënës që sapo e kanë mbaruar shkollën fillore me shumë kujdes kanë mbledhur dokumentacionet e nevojshme dhe janë nisur për të regjistruar në shkollë të mesme, drejtime të shumta dhe shkolla të ndryshme, ndërsa secili ka zgjedhur atë që i flen në shpirt, por disa thonë që zgjodhen drejtime që janë rekomanduar nga familjarët. Pse zgjodhin gjimnazin? Sepse edhe drejtimin që do të vazhdojnë në të ardhmen. A ndikoj dikush të ti, prindi, shoqënia, familja, dikush atë ka thënë shkon gjimnaz është më mirë se në shkolla të tjera? Po, sepse kam edhe motrën që duhet të vazhdoj, bashkë se ajo. Çka dëshiron të vazhdosh pasi ta përfundosh gjimnazin? Të vazhdoj në fakultet për arkitektur. Po da, mi ka gjithë ka gjimnazin e dobro. Po më thanë që gjimnazin është drejtimi më i mirë, andaj zgjodha gjimnazin. Nuk e di se çfarë do të bëjnë të ardhmen, por fillimisht dua të përfundoj gjimnazin. Këtu duket shumë mirë. Ja uopšte sam sakala medicinu. Kam aplikuar për motër medicinale. Gjithmonë si e vogël e kam dashur mjekësinë, andaj edhe zgjodha këtë drejtim, tha një aplikante. Ndërsa ndikimi jo gjithmonë vjen nga prindërit, sot rastisëm në 2 nxënëse të cilat thanë se së bashku kanë vendosur që të vazhdojnë marketingun në shkollën e mesme ekonomike të Tetovës. Pa sakam da produžimo natëm së marketing. Duam të vazhdojmë në të ardhmen marketingun dhe të regjistrohemi në fakultet për marketing dhe të realizoj biznes ide tona. Sa po dëgjuam se ka një drejtim të tillë në shkollën ekonomike, ne u drejtuam për këtu. Donim që të shkojmë në ndonjë qytet tjetër, por ja që gjetëm këtu në Tetovë, tha një aplikante. Da naučime kako se pravi website. Duam të mësojmë se si bëhet një reklam e mirë e produkteve dhe të tjerave. Të mësojmë si bëhet promovimi i produkteve. Mendojmë se kjo është më interesante. Bashkë kemi qenë në shkollë fillore, në të njëjtën bank, nga klasa e parë dhe do të vazhdojmë bashkë, tha një aplikante. Drejtori i gjimnazit të Tetovës Jeton Kamberi njoftoi se interesimi është mjaft i madh dhe se në gjimnaz ka rritje të numrit të aplikimeve. Edhe sot është dorëzimi i dokumentacionit, nesër vijon përsëri nga ora 9 deri në ora 3. Është dorëzimi i dokumentacionit, është afati i parë, ndërsa në 23 qershor është paraqitja e dytë e afatit parë. Pastaj kemi edhe afatin e dytë gushtit dhe interesi si zakonisht në shkollën tonë është i madh. Janë paraqit deri tani 320 nxënës, edhe pse konkursi parashem më tepër mirë, po si çdo shkollë apo edhe si të gjitha qytetet në Republikën e Maqedonisë së Veriut ku vijon numri i nxënësve të bij ose të reduktohet, edhe te ne vëret ajo mirë, po në krahasim me shkollat e tjera interesimi është i dukshëm. Deri tani janë regjistruar sepse ka dalë numri i përgjithshëm i atyre të cilët kanë aplikuar dhe me gjas mbi 99% ose 100% ata do jenë pranuar, nëse eventualisht nuk kanë ndryshuar vetë ndonjë notë. Deri tani është 320, i bie 292 në gjuhën shqipe dhe 30 nxënës nga pala maqedonase në gjuhën maqedonase. Është për një 20 nxënës numri më tepër nga viti i kaluar, sepse vitin e kaluar kemi pat në afatin e fundit të gushtit 318 nxënës, ndërsa tani me paraqitjen e parë, afatit parë, jemi shumë afër këtij numri, që do të thotë ka edhe nxënës të tjerë të cilët mund të kenë aplikuar në shkollën e mesme të mjekësisë, e cila kërkon më tepër pikë nga 70 pikë, dhe të gjithë ata të cilët nuk do të kenë mundësi atje të pranohen, kam përshtypjen se në paraqitjen e dytë ose eventualisht në afatin e gushtit do të drejtohen tek shkolla jonë. Drejtoresha e shkollës së mesme medicinale, Malsore Ramadani, njofton se procesi po shkon në rregull dhe gjithashtu ka rritje të numrit të atyre që aplikojnë. Ramadani madje njoftoi se për shkak të rregullave të reja të pranimit, procesi është lehtësuar për stafin dhe shkollën. Ne vazhdojmë të mbetemi shkolla më e kërkuar, mirë po me numrin minimum të pikëve që kërkojmë 70 pikë dhe kozmetika që ka numër më të vogël të pikëve. Interesimi është shumë i madh sidomos te infermieria, por është një risi se si vjet kemi edhe asistent dentar paralele duale me numër të shtuar të numrit të praktikës, edhe aty është interesimi i madh. Një lehtësim që kemi në krahasim me vitet e tjera është se në sistemin online ku aplikojnë nxënësit i ka tërhekur notat nga ditari elektronik i shkollave fillore dhe tani nxënësit do me thëmë prej kur aplikojnë e shohin se janë për këtë shkollë ku kërkohet minimum 70 pikë ose duhet të kërkojnë një shkollë tjetër për të regjistru, sepse nuk ja lejon sistemi në qoftë se nuk i ka pikët të bëj aplikim. Sa është numri i përgjithshëm që mund pranojnë nxënës shkolla e mesme e mjekësisë këtu?
edhe nëse i keni dhënat krahasim me vitin e kaluar, është më i madh numri interesimi apo më i zbër? Do me thënë si vjetë pranojmë 629 në zonës me mësim në 3 gjuhët mësimore, gjuhë shqipe, gjuhë maqedone dhe gjuhë turke. Interesimi vazhdon të mbetet po i njëjtë si edhe vjetë. Edhe të shkolla e mesme ekonomike vijon të regjistrimi. Nga kjo shkollë bëjnë apel që nxënësit të mos fokusohen vetëm në gjimnaz dhe mjekësi, pasi që ka shumë drejtime të mira edhe në shkollën ekonomike. Gjithsej në vendet të lira për nxënësit semi-maturant ka 325, prej atyre 250 janë me mësim në gjuhën shqipe, 75 janë me mësim në gjuhën maqedone. Gjithsej që kanë aplikuar diku 25% që kanë bërë aplikim dhe që vazhdimisht janë duke i sjellë dokumentet për t'i konfirmuar, për t'i pasë si janë procesi, si janë duke shku. Shkolla e mesme ekonomike të shtatorit Titov ka 3 drejtimi, drejtimin e teknikë e ekonomisë, drejtimin juridik dhe kemi një drejtim të ri i cili është marketingu digital, dhe me thonë. Kjo është në përgjithësi të 3 drejtimet janë për në aspektin ekonomik, është një proces i cili u ndihmon nxënësve, po sërish shkolla jonë ka edhe një bashkëpunim me kompani, do me thënë, bashkëpunim memorandum bashkëpunimi që nxënësit shkojnë në praktik në për firmat, do me thënë me lëndën të mësuarit nëpërmjet punës te nxënësit, është një proces i cili zgjat 4 vjet, do me thënë nxënësit janë në shkollë dhe bëjnë praktikë për të pavarësuar të ardhmen, për të hapur bizneset e tyre në të ardhmen të jenë të suksesshëm në aspektin ekonomik. Regjistrimi do të vazhdon edhe nesër nga ora 9 e mëngjesit deri në ora 15, ndërsa pas këtij afati poson edhe afati 2 i gushtit. Procesi i regjistrimit në shkollat e mesme po zhvillohet me interesim të shtuar nga nxënësit, të cilët po zgjedhin drejtime të ndryshme sipas dëshirave, ambicjeve dhe këshillave të familjarëve. Nga institucionet arsimore njoftojnë se numri i aplikimeve është në rritje dhe se procedurat e reja kanë lehtësuar procesin e regjistrimit, ndërkohë drejtuesit e shkollave apelojnë që nxënësit të informohen mirë për të gjitha drejtimet që ofrohen në mënyrë që të zgjedhin profesionin që u përshtatet më së miri interesave dhe planeve të tyre për të ardhmen.